Kur mendojna prapë për qytetin, nuk mendojna për shembull për plane se si hapësirat publike me I lidh, edhe me ndërtu ambient si me thonë, hapësirë publike që lidhet, rrjedhimisht I bjen komunitetet e qytetarët bashkë. Po I shihni qytetet krejt janë të ndame, të fragmentume me blloqe banesore, të cilat në mes kanë rrugë, jo parqe. Ky është degradimi I parë edhe më masiv që I ka ndodhur Kosovës. Pra një zhvillim brutal I thirrën dhe I shtyn pi profitit. Politika publike nuk motivohet pi profitit, biznesi motivohet pi profitit. Qeverisja është aty për me balancu nevojën e qytetarit si individ dhe kolektiv dhe profitit për zhvillim. Dhe duhet me gjetë rrugën e cila zhvillon qytetin, rrun mjedisin dhe krijon hapësinë komunitare për njerëz që me undi që janë pjesë e një komuniteti. Në mungesë të këtij lloji planifikimi dhe në funksion të profitit, mjedisi dhe qëndrueshmëria mjedisore në qytet në një formë ose tjetër është dhunu, shkel, është degradu totalisht. Dhe ka qytete të cilat na shohim këtë lloj dhune të betonit në baza ditore. Një prej tyre është Prishtina. Tjetra ishte rrugës për kur dilni për Prishtinës, dilni fushë Kosovë, sheni çka ka ndodhur. Ferizaj, Gjilani, secili qytet I madh. Të njëjtin sistem e ka, pra toka mjedisi është profit. Hapësirë për ndërtim dhe jo mundësi për zhvillim.